Referuar deklaratës së nënkryetarit të VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovskit, i cili tha se nëse Arvend Taravari bashkëpunon me BDI-n do të ishte vetvrasje politike, Taravari tha se ata janë parti autonome dhe vendimet politike i marrin vetë. Ne kemi organe partijake, ne jemi partia autonome dhe vendimet tona i sjellin vetë. Deri tash vendimi ynë është vetëm një, se në lista për këshilltar Aleanca për Shqiptarët del e vetme. Për kandidat për kryetar komunash, kemi thënë se jemi të hapur, para se gjithash me vlenin, në qoftë se kanë disponim, në qoftë se s'kan disponim, opcioni dytë është vetë edhe matutje e shofë. Thotë se nuk është takuar me Mickovskijin këto ditë sepse ai në fundjavë ka qenë në Turqi për të vizituar pacientët e Koshanit, kurse ditën e hënë kryeministri ka udhëtuar për në Spanjë, por theksoi se janë në komunikim me të. Për deklaratën e Nikolovskit kanë reaguar edhe nga BDI. Ata VMRO-si parashtrojnë pyetje: pse kjo urrëtie dhe hakmarrje ndaj BDI-s dhe shqiptarëve, të cilës pyetje japin edhe disa përgjigje. E para, sepse BDI e integroi vendin në NATO, një hap që i shqetësoi sponsorët e tyre rusë dhe nuk lejoi që vendi të ankorojë në botën serbe. E dyta, sepse BDI e mbajti të gjallë perspektivën europiane të vendit. E treta, sepse përmes agjendës europiane, vendi është vendosur në vëzhgim të rrept përmes kapitujve 23 dhe 24 që lidhen me sundimin e ligjit. Kjo i tremb politikanët e korruptuar. Në një intervistë televizive një ditë më parë, Aleksandar Nikolovski për Taravarin u shpreh se është fakt se Taravari është politikan me përvojë dhe se nuk mendon se ai është deri në atë pikë naiv sa të bashkëpunojë me BDI-n. Shtoi se nuk pretendon një gjë e tillë sepse kjo do të ishte për të vetvrasje politike.